pra janë, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë ja ku jemi prapë në sheshin Skënderbej dhe jemi këtu për të ndihmuar njerëzit për ta kuptuar se çfarë do të ndodhë në datë 21 gusht. Pra, çfarë do të bëjmë ne së bashku, kush jemi ne dhe çfarë do të ndodhë në 21 gusht, çfarë do të bëjmë ne së bashku këtu në 21 gusht në sheshin Skënderbej me të gjithë ata që janë tashmë të njohur si komuniteti LRE Rinisja. Po, në fakt është shumë e rëndësishme ajo që sapo the, pra të sqarojmë dy gjëra, sepse jemi në një periudhë që shumë kush ngatron dhe konceptet, pra shumë njerëz thonë dalin në shesh, dalin në rrugë. Ne jemi të qartë, ne jemi LRE, ne jemi Rinisja, ne jemi ajo që dikur kemi qenë lëvizje e re dhe që të gjithë së bashku vendosëm të jemi Rinisja. Për shumë arsye, por më kryesorja dhe ajo më thelbësorja është që nuk ishte më kuptim të quheshim lëvizje re, nuk jemi më lëvizje re, jemi një lëvizje, një parti me histori, me një histori për ne të mrekullueshme, për shumë kënd të padukshme, sepse kemi thënë që ne nuk jemi në media, por gjithashtu kemi vendosur që ja rinisim. Pra jemi Rinisja, emër dhe thelb. Dhe ne kemi vendosur të dalim në sheshin Skënderbej, një dalje që për ne nuk është e panjohur. Ne kemi një histori shumë të bukur. Unë ftoj të gjithë ata që na ndjekin të futen në faqet tona dhe të shohin 21 gushtin e vitit 2021, kur kemi bërë marshimin e dinjitetit, pra lëvizjen për mua të papërsëritshme politike që ka bërë në një parti, pra një dalje në shesh që dëshmon dhe jo që ankohet, dhe këtu vlen për të theksuar dhe për të sqaruar që nuk kemi lidhje me dalje të tjerëve në përsheshe, jo se jemi kundër dikujt apo kundër diçkaje, madje pikërisht për këtë arsye. Ne nuk jemi kundër, ne jemi pro. Ne jemi pro shqiptarizmit, jemi pro prindërimit, jemi pro të ndërtuarit, pro perëndimit, pra ne jemi pro. Ne i shikojmë gjërat të ndërtojmë diçka dhe jo të ankohemi ndaj diçkaje. Ky është thelbi jon. Ka shumë njerëz që pyetin ku do mblidhemi. Po ta sqarojmë dy gjë. Këtu e rëndësishme po. Këtu mblidhen flamingot apo jo? Yes. Ata që njihen si flamingot. Revolucioni Flamingos mblidhen këtu para Skënderbeut. Ndërkohë që ne do të mblidhemi këtu. Do të mblidhemi atje, para operas. Ne jemi po para operas, aty mes Hotel Tiranës dhe operas apo? Po, fillon aty ku thuhet I love Tirana. Po. Dhe madje unë dje kur e pash në video, thash kjo që e bërë si për ne, sepse siç po e përmendni edhe më përpara, ne jemi për të ndërtuar, pra që do të thotë të bëjmë ato gjëra që duam, të bëjmë gjërat me dashuri, pra edhe një, jo këtu tek Skënderbeu, pra ne nuk do të jemi këtu tek monumenti. Ta mbajnë mend mirë, këtë nuk takohemi poshtë Skënderbeut apo te Skënderbeu, por fillon nga I love Tirana dhe tutje. Po, ne do të takojmë qoshja përballë. Po, ne do të jemi këtu mes Hotel Tiranës dhe operas apo jo? Yes, është fiks aty ku është dhe flamuri shqiptar, pra në qoshen e operas dhe përballë Hotel Tiranës. Kjo është shumë e rëndësishme, pra dalja jonë është këtu, nuk kemi lidhje as me flamingot, as me protestën, siç e kemi theksuar dhe kemi ritheksuar. Ata mund të vazhdojnë punën e tyre, ne kemi Rinisjen. Pra pikë takimi ynë do jetë këtu ku është flamuri kombëtar dhe përballë operas, mes Hotel Tiranës, këtu tek operat, tek shkallët e operas, këtu do të jetë pikë takimi ynë apo jo janë? Po, vlen për të theksuar sepse unë të paktën edhe videon e djeshme e kam parë nga celulari, por ata që ndjekin nga Facebooku shpeshherë kjo e kthen. Po. Live kamerën, kështu që mos duket sikur është nga krahu I Skënderbeut, po jo, jemi këtu tek opera, dil tu përballë, lutem që të Po, është pikërisht tek shkallët. Tek shkallët, tek qoshja që është përballë Hotel Tirana. Tu është flamuri kombëtar dhe opera, ja kush Hotel Tirana. Do I presim të gjithë këtu. Po, tek shkallët, afro pak tek shkallët që ta shohim tamam. Tek shkallët. Po. Është pikërisht ku është edhe hyrja kryesore. E operas, po. Te shkallët. Pra këtu do të takohemi në datë 21 gusht. Në orën 6. Pra në orën 6, në 21 gusht, ditën e premte. Ditën e premte. Pra fiks, na kanë ngel edhe 3 ditë, do takohemi këtu.
Çfarë do të ndodhi në datë 21 gusht? Pra do të takohemi këtu çfarë sepse janë dy aktivitete që duhen sqaruar. Po, fillimisht është e rëndësishme të sqarohet që ne kemi thonë do dalim në shesh për të dëshmuar, por atë që e kemi quajtur marshimi i rinisjes, që është vazhdimësia e marshimit të dinjitetit, sepse ne kemi thonë që në kryet herës që gjërat i bëjmë për dinjitetin dhe tani po ja rinisim. Pra këtu është dalja në shesh për të dëshmuar që gjërat mund të bëhen kështu, si që mendojmë. Pra, duke qenë qytetar, duke folur, duke u njohur, duke dëshmuar që ka edhe qytetari. Pra jo që ka anëkimtari, por që ka njerëz të mirë që duan të ndërtojnë. Pra aktiviteti parë është pikërisht këtu, përpara shkallëve të operas, tek qoshtja ku është edhe flamuri, dhe këtu do mblidhemi të gjithë, si që e thamë, për të dëshmuar. Këtu do mbahet fjala e parë, këtu mund të gjithë ata që duan të afrohen mund të u vendojnë bashkë me ne, pra si që thamë në kryet herës me qytetari dhe me dashuri, por sigurisht ne kemi dhe një aktivitet tjetër, po aq të rëndësishëm, që do jetë brenda Hotel Tiranës. Në Hotel Tirana. Dhe që do jetë. Pra ky do jetë këndi ynë nga Hotel Tirana tek opera, këtu tek sheshi Skënderbej, Po jo, po është Skënderbeu. po këtu tek opera, tek shkallët e operas, tu ku është flamuri kombëtar. Këtu do të takohemi ditën e premte, Në orën 6, mbas 3 ditësh. mbas 3 ditësh dhe pastaj do të jemi në Hotel Tirana ku do të paraqesim programin, pra do të kemi kuvendin programatik Kuvend programatik. të LRE-s. Kur ne do të theksojmë të gjitha ato shtyllat tona, po themi kështu. Dhe ta sqarojmë, ne nuk jemi revolucioni, ne jemi rinisja, ne nuk jemi flamingot, ne jemi rinisja, ne besojmë tek Shqipëria mendojnëse, ne besojmë tek Shqipëria e urtisë dhe ne besojmë tek një mënyrë e cila e transformon Shqipërinë nëpërmjet dijes, kulturës, paqes, harmonisë dhe mirësisë, apo jo? Yes. Okej, atëherë Zoti na bekoft dhe na ndihmoft. Yes. Unë e besoj plotësisht sepse i kemi qëllimet e mbara, i kemi treguar që qëndrojmë në këto qëllime dhe në këto boshte morale, kështu që unë jam plotësisht i bindur që minimalisht do përsërisim marshimin e dinjitetit dhe pse jo, ky do jetë hapi jon për rrugtimin tonë të gjatë. Kështu që ju presim të gjithë. 21 gusht, 21 gusht, ora 6, mbasdite, mbas 3 ditësh, pra 21 gusht jemi këtu të premte. përpara shkallëve të operas dhe përpara Hotel Tiranës. Por këdo nga të dyja veprimtarit të doni jemi këtu. Këtu ku është Dhe për flamuri të dy. kombëtar dhe ku është opera. Faleminderit Jani.